Përshëndetje, shpirta në evolucion. Kjo video është një video si të gjithë të tjerat, duke ndarë përvojën time me ju dhe duke ndihmuar ata persona që janë gati të ndihmojnë veten e tyre në këtë udhtim të bukur të zhvillimit personal. Dhe siç kam thënë, zhvillimi personal është një udhëtim që sikush do vendosi për veten e tij kur do ta bëj dhe me çfarë hapa do ta bëj. Me hapa të shpejt apo të avashtë. Të punoj për dita, të shikoj gjërat në sy apo jo. Unë me Rita kam vendosur që të shikoj çdo gjë që më ka ndodhur në jetën time dhe më ndodh akoma dhe për ditë në sy dhe të liroj çdo herë nga ai thesi, nga ajo bara që kemi marrë të gjithë ne si persona në kuris dhe kemi ardhur si shpirtra për të bërë evolimin e tyre, duke hequr ditë për ditë nga një gur, nga ai thesi dhe të lirohem, të vogël apo të madh. Dhe sot kjo video është përvoja ime. Këto ditë të fundit janë krijuar disa gjëra tek mua nga disa persona që më dëgjoni që them do ndihmoj njerëzit, po ndihmoj njerëzit si terapiste energjike dhe ato që jam, dhe disa persona janë keq kuptuar duke përdorur mënyra të ndryshme kur i kam ndihmuar pa kushte, pa ndrim energjie, pa lek, pa asgjë, duke më marrë nga koha ime dhe më së fundi duke mos u plotësuar ajo që ata dëshirojnë në mënyrë tjetër, është një persona që nuk dua prapë t'ia them emrin, që shkruan në videot në YouTube që unë jam gënjeshtare, nuk ndihmoj njerëzit, për të cilën unë e ndihmova gjithë ditën, humba kohën time nga dashuria, sepse ajo ishte në rolin e viktimës dhe unë mundova si nenë ta ndihmoja në atë problemin që kishte. Kur unë i thash që nuk mund të ndihmoj me këtë mënyrë, do të thënë se mënyra e saj e ndihmës duheshet në bazë të saj dhe nuk e kritikoj, me dashuri të them e dashur, unë nuk kam thënë që ndihmoj njerëzit duke parë filxhan dhe të jem fallxore dhe them gjithmonë, as të bëj të këndoj manxunja dhe të bëj magjira, as nuk jam zoti që të nxjerr njerëzit nga burgu ose nga çdo gjë, nga burgu i vërtet dhe nga burgu që hyn çdo njeri. Unë ndihmoj këtu në bazë të përvojës time dhe rrugëtimit tim dhe mënyrat të ndryshme që i kam studiuar, por më tepër nga zemra ime dhe mënyrën si unë kam ndryshuar veten time. Por nga njerë, dhe kësaj radhe e kuptova më thellë, ndihmoj pa vënë kufi tek koha ime, tek vetja ime dhe jap me kaq shumë dashuri tek njerëzit sa harroj veten time. Dhe kjo këto ditë më kushtoi sepse vërtet u lëndova kur ty shoqja Zana të ndihmova dhe në shumë drejtime, akoma dhe persona të tjerë. Dhe ti nga kënaqësia vazhdon të shkruash akoma në YouTube. E di shumë mirë që s'ka të bëj me mua dhe ka të bëj me lëndimin tënd dhe në pozicionin që je tani, sepse jam nënë dhe mund të kuptoj që ke hallin tënd. Dhe e di që atë që shkruan ke urrëti ndaj vetes se s'di si të dalësh. Megjithatë, nuk jam unë përgjegjëse për lëndimin tënd dhe për rrugtimin tënd. Në qoftë se ti nuk do të dalësh nga ajo gjendje që je, unë nuk mund të bëj gjë.
ju, si kush për veten, do zgjidhni me çfarë hapa do bëni rrugtimin tuaj në zhvillimin personal. Dhe mos harroni që të gjithë pa përjashtim kemi ardhur këtu në tokë të bëjmë atë zhvillimin personal dhe evolimin e shpirtit. Unë nuk jam përgjegjëse për hapat tuaja, por jam këtu me dashuri të tregoj hapat e mia dhe që ka një rrugëzgjidhje ose ka dritë në fund të atij tunelit të errësirës që ke hyrë dhe je. Sepse kjo është rruga e vërtetë. Dhe nuk kam thënë në asnjë video që unë bëj abrakatabra dhe të bëj gjëra. Unë tregoj rrugën dhe metodën dhe kur ti je gati, çdo person nga ju jeni gati dhe ju bën atë klikun që ju të ndihmoni veten dhe të dilni nga errësira juaj, mund të dilni. Në bashkëpunim me ju dhe them në çdo video që unë mund të ndihmoj njerëzit që janë vërtet gati të ndryshojnë. Dhe them gjithmonë që nëse ti nuk do të ndryshosh, është e drejta jote, është përgjegjësia jote, dhe nuk mund të marrë një përgjegjësi të personave të tjerë dhe sa shumë persona jeni. Sepse çdo person në kohën e tij ka zgjedhur vetë shpirti kur do të bëjë ndryshimin apo jo. Dhe kjo do ishte e gabuar dhe si në vendin e terapistes, dhe akoma, po të them dhe ty që ke dashur të ndihmosh të tjerët dhe je plagosur, kur nuk ta kanë ditur sepse ke dhënë shumë ndihmë dhe ke dhënë ndihmë nga vetja jote, nga energjia jote, nga koha jote, dhe nuk ta kanë ditur. Por këtu duhet të them dhe ty që më dëgjon. Në jene, në baba, motër, vlla, shok, shoqe, nuk mund të ndihmojmë asnjë person që nuk arrin të merr përgjegjësinë e gjërave të tij dhe nuk është gati ta ndihmojmë. Po, kam qenë dhe unë në një pozicion të tillë që jam përpjekur të ndihmoj njerëzit më të afërt. Por kur nuk mund të duan të dalin ata nga errësira, nuk mund të bëjmë asgjë. E vetmja gjë që mund të bëjmë është që dëmtojmë veten tonë, por kjo rrenjët i ka në fëmijërinë tonë. Atëre, kur ne nga dashuria e madhe, deshëm të ndihmonim prindrit tanë, dhe ishim të përkushtuar nga ata, dhe akoma në çfarë do moshe që je, ti qëndron aty me përkushtim dhe ke bllokuar veten tënde dhe nuk e lejon të shkosh përpara, sepse e bën nga dashuria dhe lëndon veten tënde dhe mban peshat e të tjerëve. Prandaj, nëse akoma dhe në trupin fizik ke dhimbje me shpinën, me kurizin, me shpatullat, largo peshën që ke marrë të tjerëve. Çdo person pa përjashtim ka fuqinë e shpirtit të tij. Dhe unë jam këtu të lidh me fuqinë e shpirtit tënd, që të kalosh çdo sfidë dhe të lirosh çdo plagë, çdo peshë që ke marrë. Nuk jam këtu ta bëj unë për ty. Dhe është e pamundur të bëj unë gjërat për ty dhe për sa persona që jeni. Por jam të tregoj rrugën. Ndaj e dashura zanët, të dua shumë, të dërgoj dritë, lumturi dhe të uroj, dhe çdo person tjetër që mund të ketë mbledh urrejtje me veten dhe e nxjerrë të tjerët, nuk jam unë përgjegjëse për gjendjen që të është krijuar ty. Dhe nuk mund të të ndihmoj duke parë filxhan, por duke të thënë që duhet të dalësh nga aty ku ke hyrë dhe ke zgjedhur. Ju përshëndes. Dhe prisni video tjetër.